Dikon ekstremisht shumë, për më ndërlidh pikë së pari me ato që ka tha ma herët, pajtona shumë e fjalinë e fundit, sidomos të zonit, po ashtu ndikon tepër se unë kisha dash me bo një kronologji fillimisht të shoqërisë tonë, dihet që ne kemi kalu nga një kontroll social të themi edhe i padrejt shumë në aspektin e cënimit të liris, edhe të shprehjes po dhe të veprimit për një kohë aq gjatë, sa që në momentin që del në liri, le të themi, mandej nuk e dim ku firin, ku fillon, ku mbaron një liri, ku fillon, ku mbaron etika, le të themi, edhe në të shprehur, po aq më tepër në një botë globale si kjo e sot me që se cili ka lirin, me folë për çka do, për këdo, edhe me u pa nga të gjithë. Më thonë, nuk është njëjtë si me shkru një mesazh, si me shkru, do shta le themi, diçka shumë publike, sepse ajo nuk dihet sa ka pëlqime, le themi, nuk dihet sa ka mbështetje. Dhe në momentin që shihet një koment i padrejtë, në momentin që shihet një dhunues në aspektin digital, atëherë nuk dim sa ka mbështetje dhe ajo veç mundet me u pretendu që ka me qenë e pëlqyeshme ose përkrahje prej popullit. Në atë aspekt, normalisht që personi viktim në këtë rast ka me ndje barën si të disa fisht, jo të dy fisht, po të disa fisht, në sensin që ka me u fiksu normalisht për këtë këto që i tha edhe zonja psikologe ma herët, për shkak të raporteve edhe me institucionet, edhe me vetë shoqërinë, po edhe me ndoshta raportin me veten, me raportu. Po që ajo që po thamun është që, domethënë, në momentin që tazojmë për me konkretizu. Je viktim e një rasti edhe ka doa lajmi. Ka komente të pafundme. Normalisht që një pjesë e komenteve dhe kanë mbrojt viktime, por në suazat të shoqërisë tonë ku stigmatizohet gjithmonë viktima dhe kërkohet çka ka bo, domethënë me marrë pjesën aktive të viktima, të pësuesi, dhe jo të aktivi, jo të personi që e bën veprimin, normalisht që aty ka me pas komente edhe sulmuese të tilla, ka me pas pëlqime, nuk është kur gjon ndoshta një deklaratë dhunuese, një komentuesi sa kanë me qenë lajkat pas atij, ose sa kanë me qenë format se si i menaxhojmë qoftë se individ rrjetet sociale, po edhe botën digjitale ku kemi qasje, qoftë edhe përmes institucioneve ose çka bojmë për me eduku komplet një shoqëri të tonë në aspektin e përdorimit social të këtyre rrjeteve sociale, aq më tepër të krimeve ose të sigurisë kibernetike. Kështu që normalisht ka me qenë disa fishte edhe bara, edhe dilema e viktimës sa më raportu apo jo, sepse e di që ka mu bo lajme edhe njëherë. U raportu, tash ndjeket edhe procesi, çka po ndodh me procese qoftë gjyqësore, pra ato temat të cilat bën publike dhe dashtë pa dashtë veç ngrisin një interes të publiku edhe mandej veç bëhet lajm. Pra që është lajm, është aktiv si lajm, domethënë edhe nuk është e mbyllur ose nuk është e harrune ose pasune prej lajmeve tjera, normalisht që ka me mbajt një tension të viktima edhe mandej ai viktim nuk është ideja që mbetet vetëm si individ, po shkon si shembull ose si eksperiencë e bashkëndjerë me të gjithë viktimat, qofshin ato të njëjtës dhunë ose të njëjtit rast specifik, po ndoshta edhe të një relatibiliteti le të themi që mundet me pas në forma specifike të dhunës digjitale dhe nga të tjerët. Qofshin këto bullizimin, domethënë ti mundesh me bashkëndjej dikon në mandej në momentin që është viktimën e parë se çka po ndodh me të, çka po ndodh përmes raportimit të lajmit, raportimit po ashtu edhe të krimeve dhe proceseve gjyqësore, normalisht që kimo stet. A ka me ndodhë dhe mua njëta, a ka me qenë edhe unë një viktim që ripërsëritet storja, po ashtu edhe të rasteve të tjera që normalisht e vën në pikpyetje çdo herë pjesën e raportimit. Faleminderit shumë, duke u ndërlidhur me këtë zotëria Amiti, a e kuptojnë institucionet sot këtë kontekstin social dhe kur ndodh heshtja e viktimave në dhunën digjitale, sa reflektohet kjo, sa ndikon kjo në një reagim adekuat të organeve, në këtë rast prokurorisë? Po, nga përvoja ime në prokurori, mund të them lirisht se tani ekziston një kuptim dukshëm më i madh institucionalt për arsye pse viktima rrin e heshtër, apo pse viktima ndoshta nuk e paraqet rastin me njëherë. Domthonjë kjo ndodh për shkak se e dim se në shoqërinë tonë, ashtu siç e thanë edhe që janë persona ndoshta më të thirrura, psikologë dhe sociologë,
këtë gjë, mirë po se është një stigmatizim i këtyne persona, se shpesh nëse del diçka në publik, ndonjë video, më shumë domethënë sulmohen viktima se autori i asaj video. Dhe kjo sjell ndoshta edhe apo sjell deri te viktima një lloj mosbesimi tek të gjithë në këtë përfshirë edhe institucionet. Dhe kjo sjell deri te kjo heshtja dhe mos raportimi me kohë. Mirë po, nuk është ne tani më e kuptojmë, ndoshta nga trajnimet edhe bashkëbisedimet me psikolog, me sociolog, në trajnime ndryshme, se kjo nuk ka mungesë interesi për drejtësinë, por për shkak të turpit që e ndijnë dhe nuk vinë të raportojnë. Apo është edhe rasti më ekstrem, domthonë kur e shohin se s'kan më rrugdalje tjetër, atëherë vinë edhe raportojnë në polici, prokurori rastet që i kanë ndodhur, për shkak se dënë me rujt familjen, dënë me rujt nga rreth, këtë janë këto faktorë që ndikojnë, të mos vjen me njëherë ndoshta. Mirë po këto tani kuptohet, nuk merret si negative, po kuptohet nga organet e drejtësisë se kjo ka qenë për shkak këtij lloj stigmatizimi dhe po ashtu tani më kur të merret është tentohet gjithmonë të jetë një formë më të ruhet ai person edhe kur të vjen të krijohet një lloj besimi në institucione, të krijohet një ambient i përshtatshëm ku mund të jetë lirshëm që të raportojë atë që ai ka ndodhur, edhe sidomos duke pas parasysh edhe kujdesin e madh në rastin e shtrimit të pyetjes që mos duket thosë është ajo fajtoria që ai ka ndodhur ky rast. Dhe kjo fatmirësisht është duke funksionu, ende nuk është vendos ato si shihet si një lloj sistemi, por shpesh varet edhe nga individi, apo nga policia, apo prokurori që qëllon në rast, i cilin dikush e ka përvojën të i qaset më lehtë viktima, më lehtë e fiton atë besimin. Se krejt është rëndësia edhe këto, që viktima me pas besim në institucione, në mënyrë që të ketë atë sigurinë se do të ketë përkrahje dhe nuk do të lehet në rrugë, në mënyrë apo në mes të procesit. Sa ka pas dhe sa ka trajnime, si të prokurorëve, si të gjyqtarëve, por sidomos të policëve, që mos ndodhin këto gabime që kanë ndodhur deri tash, pra që viktima mos ndihet viktimë në rastin e paraqitjes së rastit, po të ndihet thjesht si dikush që stigmatizohet nga vetë ata që do duhet ta mbronin. Po, se kjo është si trajnimet, sepse është shumë e rëndësishme, e kam kuptuar nga puna jo, nga e përditshme se shumë e rëndësishme trajtimi dhe besimi, sepse kena animon neve për me kry rastin në fund. Se nëse hub qaj besim, faktikisht edhe rasti po dëmtohet si rast për më ardh drejtësia në vend. Kurse trajnimet ka, mirë po unë prapë mendoj se nuk janë të mjaftueshme, edhe në këtë sferë janë disa ide, po ende nuk janë në praktikë, si ndoshta duhet të bëhet ai specializimi i njësitëve prokuror dhe edhe pse policia ka njësitën për krime kibernetike, po edhe prokurorët, edhe pse nuk e kemi atë luks për momentin, për shkak të mungesës prokurorëve, po të janë të specializuar të kuptojnë këto lloj krimesh, por edhe ashtu edhe si të trajtohet viktima e këtyre krimeve. Kjo duhet të mbesoj në vazhdimsi përmes Akademisë Drejtësisë, po edhe institucione ndoshta të trajnime jashtë vendit, që të arrihet kjo përvojë dhe ata persona të dinë se nuk mund të lëvizin, sepse shpesh herë një prokuror trajnohet për një sferë, pastaj lëviz avancohet dhe mbetet prapë bëshllëku. Nëse bëhet një lloj institucionalizimi, besoj se edhe sukseset do të jenë më të mëdha.